I konsideruar si një pikë kthese për mandatin e 4, dokumenti Besa, i prezantuar nga kryeministri Edi Rama përpara deputetëve dhe ministrave socialist, pritet të sjellë një reformë të thellë të qeverisjes. Burimet bëjnë të ditur për Vizion Plus se dokumenti që u zhdhën deputetëve të mazhorancës kërkon një reflektim të drejtë për drejtë politik mbi atë që Rama e quajti misioni i mandatit të 4, duke u ndalur konkretisht te kalimi nga transformimi fizik i vendit drejt fuqizimit dhe kthimit të besimit të institucionet. Sipas dokumentit, nxitësi kryesor i kësaj kthese politike ishte protesta flamingove. Pikërisht marshimi i qytetarëve ishte një pasqyrë e pushtetit që nxorrin e pas se transformimi i vendit dhe përjetimi shoqëror nuk janë në harmoni, por në tension. Dokumenti Besa sqaron se fjala është për një mandat besimi dhe jo thjesht për ndërtime të reja apo projekte infrastrukturore. Pika qendrore e draftit analitik është funksioni real dhe funksionaliteti i institucioneve, si dhe ndërtimi një administrate që respekton afatet dhe u shërben qytetarëve. Për të arritur këtë, dokumenti parashikon një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si merren, shpjegohen, zbatohen dhe korrigjohen vendimet, duke u bazuar në një skemë ku palët të vendosin interesat e qytetarëve mbi të gjitha. Kryeministri Edi Rama bën dhe një paralelizëm mes integrimit evropian dhe reformës së brendshme administrative, ku shprehet se për hapjen e negociatave u kërkua bindje diplomatike, ndërsa për të mbyllur ato duhet bindje institucionale, në mënyrë që ligjet mbi të gjitha duhen të zbatohen dhe rezultatet të maten për të gjithë. Kreu i ekzekutivit nënvizon gjithashtu se Besa nuk është një draft që i shërben partisë, por vendit, dhe po ashtu duhet të konsiderohet një investim afagjat për shtetin shqiptar.